të një losë që nuk ka asgjë të bëjë me realitetin. E para, unë nuk e kam përdorë vetëvendosjen. Unë kur ja kam mbajt krahun kryeministrit Kurti, ai nuk ka qenë fare në pushtet. Pra në mars 2020, kur ai është rrëzuar nga pushteti, nuk ka pas pozit kryeministri, kur është larguar pastaj që u zgjodh qeveria Hoti, as nuk ka pas pozit kryeministri, as nuk ka pas pozit deputeti, ka qenë komplet jashtë pushtetit. Dhe ne as që e kemi ditur kur do të mbahen zgjedhjet e ardhshme pasi u zgjodh qeveria Hoti. Por unë ja kam mbajt anën atij, sepse kam besuar që po ja mbaj anën Republikës së Kosovës, dhe mendoj që ai ndryshim ka qenë i domosdoshëm atëherë. Tash jemi në vitin 2025, është një realitet komplet i ri. Megjithatë, kur unë jam zgjedh presidente për herë të parë, unë nuk kam shku me ja kërku këtë kryeministrit Kurti. Në asnjë moment si ja kam kërku. Përkundrazi, ka qenë vet ai që ka ardhur te unë kur janë shpallë zgjedhjet në dhjetor, por unë e kam mbrojt atë dhe qëndrimet që i kishim të përbashkëta shumë para se të vinë të dhjetorit dhe të shpalleshin zgjedhjet, dhe tek në dhjetor ai ka ardhur dhe ka qenë propozimi i tij, ka qenë kërkesë e tij, nuk ka qenë e imja. Kur nuk ja kam kërkuar një gjë të tillë, ka qenë propozimi i tij që unë të kandidoj për presidente dhe ai për kryeministër të garojmë në listë të përbashkët. Edhe tani në vitin 2026, unë nuk ja kam kërkuar LDK-s një gjë të tillë. LDK-ja ma ka propozuar mua që të kandidoj për presidente, të jem bartëse e listës si numër 1 e listës sonë të përbashkët, pra nuk është që kam shku në LDK me ndonjë kërkesë. Nuk kam shku as me kushte, as nuk kam shku me kërkesa. Ka qenë vizioni vet liderit të LDK-s, i kryesisë të LDK-s, i këshillit të përgjithshëm të LDK-s, që të bëhet ky bashkim i forcave me një plan e me një mision për të ardhmen, i cili në njërën anë e fuqizon LDK-n, e rikthen aty ku e ka vendin, e në anën tjetër jemi tu e fillu një rrugë shumë afatgjate për fuqizimin e Republikës sonë. Pra s'ka asgjë të përkohshme në këtë bashkëpunim, ka gjithçka të përhershme. Është vizioni që na ka bashku në fakt edhe në të kaluarën, e që na bashkon edhe sot, që është i përhershëm, edhe nuk ka kjo fare të bëj, as nuk do të mvaret fare me atë se ku do t'jem unë në aspektin e pozicionimit tim si Vjosa Osmani, nuk lidhet fare bashkëpunimi im me LDK-n me një gjë të tillë, e as nuk kushtzohet në asnjë mënyrë nga ajo se a do të zgjedhen presidente apo jo. Absolutisht. Është komplet e kundërta. Unë jam aty për ta ndihmuar këtë vizion që e kthen Kosovën në një shtet ku ka shpresë, ku ka investime afatgjata, ku ka zhvillim, ku ka të ardhme shumë e shumë më të mirë për fëmijët tonë dhe për rinin tonë, dhe ku ka aleanca të forta të cilat pastaj përkthehen në një të ardhme shumë më të mirë për Kosovën, si shtet shumë më të fuqishëm brenda e jashtë. Kjo është ajo që na ka bashkuar, dhe kur bashkimi bëhet rreth këtyre vlerave, nuk ka pastaj kush e lëkund, nuk ka pozit që mundet me lëkund dhe nuk mvaret fare nga një gjë e tillë. Prishmërit për zgjedhjet e 7 shkurtit? Kemi